Nuk e di e dëgjoni këngën ajo. Kënga titullohet Zot mos më lejo të rrëzohem. Zot më mba. Mos lejo që të bjerë, të rrëzohem. Më mbaj afër, afër vetes së me. Mos lejo që të largohem. Po ndaloj këtu se po e përjetoj kaq shumë këtë moment, këtë këngë si një lutje. Kënga titullohet Lord Don't Let Me Fall. Zot mos lejo që të bie, që të rrëzohem. E keni në YouTube, nëse shkruani Lord Don't Let Me Fall, është një këngë fantastike, mund ta dëgjoni gjatë ditës. Gjithsesi, po e nisim ndryshe meditimin e kësaj dite. Mirë se erdhët miq, tek të jetosh besimin. Një emocion i vërtet që për një moment thash po e ndaj me ju. Sot do flas për shëmbëltyrën e rrjetës tek Mateu 13. Vargu 47, Jezusi nis të rrëfej këtë shëmbëltyrë tjetër. Ai thot mbretëria e qiejve është si një rrjetë e hedhur në det që mblodhi lloj-lloj peshqish. Në këtë shëmbëltyrë Jezusi na kujton që mbretëria e Zotit është gjithëpërfshirëse. Përsa e takon ftesës, të gjithë ftohen që të hyjnë në mbretërinë e Zotit, por në fund është selektive. Rrjeta nuk dallon në fillim, ajo mbledh gjithçka. Thirrja e përgjithshme e Ungjillit, Zoti fton që të gjithë njerëzit të pendohen dhe të kthehen tek Zoti. Por në fund, në shëmbëltyrë Jezusi thot peshqit ndahen. Kjo është një nga shëmbëtyrat më të rënda në peshën e saj morale. Dashuria e Zotit fton të gjithë, por përgjegjësia përfundimtare mbetet tek njerëzit. Një figurë historike që mishëron këtë seriozitet, këtë gravitet të kësaj shëmbëtyre është filozofi me emrin Immanuel Kant. Ai nuk ishte teolog, por njihet si filozofi i ndërgjegjes. Kanti besonte që njeriu është përgjegjës përpara ligjit moral që mban brenda vetes. Ai shkroi: dy gjëra më mbushin me admirim gjithnjë më të madh. Qielli me yje mbi mua dhe ligji moral brenda meje. Kanti kuptoi atë që Jezusi po thot këtu, pikërisht këtu. Nuk mjafton të jesh brenda rrjetës, duhet të jesh i drejtë brenda teje, në ndërgjegjen dhe në zemrën tënde. Më lejoni të ndaj për ju disa të vërteta që dua të mbesin sot me ju. E para, ftesa e mbretërisë së Zotit është universale. Rrjeta mbledh të gjithë. Ungjilli është për të gjithë, pa përjashtim. E vërteta e dytë, gjykimi është i pashmangshëm dhe i drejtë. Në fund do të ketë ndarje, jo sipas dukjes së jashtme, por sipas të vërtetës këtu, realitetit të zemrës. E vërteta e tretë, koha e hirit në cilën e jetojmë nuk anulon kohën e përgjegjësisë individuale për të zgjedhur Zotin. Dashuria e Zotit nuk e shuan drejtësinë e tij. Ato ecin të dyja së bashku. Agustini shkroi: Perëndia është i durueshëm tani sepse është i drejtë për jetë. Shoqëria moderne dëshiron një dashuri pa gjykim dhe një hir pa përgjegjësi, por Krishti na jep një dashuri që fton dhe një të vërtetë që ndan. Nietzsche, megjithëse ishte kritik ndaj fesë, shkroi: pa përgjegjësi personale, liria kthehet në kaos. Rrjeta në shëmbëtyrën e Jezusit na kujton që liria jon ka peshë morale. Nuk pezullon të drejtën e zgjedhjes, vendimit personal, përkundrazi e veçon, i e peshë. Mendoj që Zoti dëshiron të shtrojë disa pyetje të rëndësishme për gjithë ne. E para, a jam thjesht brenda rrjetës apo jam duke jetuar për të vërtetën dhe në të vërtetën? E dyta, apo e përdor hirin si justifikim apo si thirrje për shenjtëri? Dhe e treta, çfarë do zbuloj ndarja për jetën time, në kishë, në shoqëri, në familje? Jo gjithçka që duket e shenjtë e krishterë është e transformuar. Rrjeta nuk është garancia, por një zemër e transformuar nga dashuria e Zotit është.
Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, më jep një ndërgjegjë të pastër dhe një zemër të sinqertë besimi. Mos më lër të kënaqem me të qenin në mbretëri, por më bëj pjesë reale dhe aktive të vullnetit tënd. Më mëso të jetoj çdo ditë në dritën e përgjegjësisë dhe të hirit. O Zot, më ndihmo që të mbaj kryqin tim çdo ditë dhe të ndjek ty. Të jem dishepull i vërtet. Bekoj gratë dhe burrat që janë duke ndjekur sot, o Zot, dhe udhëhiqin udhtimin e tyre në shtegun e ngushtë të besimit. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq, mezi pres sërish të takohem me ju ditën e nesërme.